Më poshtë është një shkrim i gjatë, narrativ, analitik, i ndërtuar si esë reflektuese për Big Brother Kosova, që trajton dialogun mes Limit dhe Albës. Limi: mos më shi shtrembër, Alba, ti bëra gati rrobat ditën e parë, ti rregullova. Po ti veç pate medalë dolce. Teksti është konceptuar për lexim të gjatë, rreth 30 minuta, pas sensacionalizim, duke u fokusuar te keqkuptimi, krenaria, pritshmëritë dhe dinamika e marrëdhënieve në një hapësirë të mbyllur si Big Brother Kosova. Ese, mos më shi shtrembër, keqkuptimi si gjuhë e heshtur në Big Brother Kosova. Në Big Brother Kosova, shpesh nuk janë britmat ato që tregojnë konfliktin më të madh, por fjalitë e vogla, të thëna me ton të përmbajtur, por me ngarkesë emocionale të madhe. Një prej këtyre momenteve ishte dialogu mes Limit dhe Albës, një shkëmbim fjalësh që në pamje të parë duket i thjeshtë, por që në thelb zbulon shumë për marrëdhëniet, krenarinë dhe pritshmëritë brenda shtëpisë. Kur Limi i thot Albës: mos më shi shtrembër, ai nuk po flet vetëm për një shikim. Ai po flet për një ndjesi. Një ndjesi gjykimi, keqkuptimi, ndoshta edhe faji. Dhe kur Alba i përgjigjet: ti bëra gati rrobat ditën e parë, ti rregullova, po ti veç pate medalë dolce, ajo nuk po flet për rroba. Ajo po flet për përkushtim, për përpjekje dhe për një zhgënjim të heshtur. Mos më shi shtrembër, fjalia e mbrojtjes. Kjo fjali e Limit nuk është sulm, është mbrojtje. Në Big Brother, njerëzit shpesh ndihen të ekspozuar, të gjykuar jo vetëm nga banorët, por edhe nga kamerat dhe publiku. Kur Limi i kërkon Albës të mos e shoh shtrembër, ai në fakt po kërkon miratim ose të paktën neutralitet emocional. Ai ndjen se diçka ka ndryshuar. Se shikimi i Albës nuk është më i njëjtë. Dhe në vend që ta pyes drejt për drejt çfarë ke, ai zgjedh një rrugë më të tërthorë, tipike për njerëzit që nuk duan të duken të cenueshëm. Kjo fjali tregon pasiguri, por edhe dëshirë për të ruajtur një ekuilibër që po lëkundet. Alba dhe përgjigja që mbart histori. Përgjigja e Albës është e gjatë në kuptim, edhe pse e thën shkurt. Kur ajo përmend ditën e parë, ajo kthehet në filles. Në një kohë kur raporti ishte më i thjeshtë, më i pastër, pa ngarkesë dyshimi, ti bëra gati rrobat nuk është një akt banal. Është kujdes. Është përfshirje. Është një mënyrë për të thënë: unë u mora me ty, u interesova, të ndihmova të dukesh e mirë në këtë shtëpi. Kur ajo shton ti rregullova, Alba po thekson një investim emocional, jo thjesht praktik. Dhe fjalia përmbyllse po ti veç pate medalë dolce bart ironi të lehtë, por edhe zhgënjim. Është një mënyrë për të thënë se përpjekja e saj u përkthye ndryshe nga sa ajo kishte menduar. Rrobat si simbol, jo si objekt. Në Big Brother, rrobat janë identitet. Janë imazh. Janë mënyra se si prezantohesh para publikut. Kur Alba përmend rrobat, ajo nuk po flet për modë. Ajo po flet për rolin që ajo mendonte se kishte në jetën e Limit brenda shtëpisë. Ajo ndoshta e shihte veten si mbështetje, si dikush që kontribuon, që ndihmon. Ndërsa Limi, sipas perceptimit të saj, e ka marrë këtë përkushtim dhe e ka kthyer në diçka tjetër, në imazh, në paraqitje, ndoshta edhe në distancë emocionale, dy mënyra të ndryshme të kuptuarit të afërsisë. Ky dialog tregon qartë se Limi dhe Alba nuk flasin të njëjtën gjuhë emocionale. Limi kërkon të mos gjykohet, të mos ndihet i nënvlerësuar. Alba kërkon që përkushtimi i saj të njihet dhe të mos banalizohet. Asnjëri nuk është domosdoshmërisht gabim, por të dy flasin nga vende të ndryshme emocionale. Dhe Big Brother i thellon këto dallime, sepse nuk lë hapësirë për qetësi dhe reflektim privat. Keqkuptimi si pasojë e presionit. Në një ambient normal, kjo bisedë do të zgjidhej me një sqarim të gjatë, ndoshta me një kafe dhe një pauzë. Në Big Brother, pauza nuk ekziston. Çdo gjë ndodh në nënvëzhgim dhe çdo keqkuptim rritet si jehon. Kjo bisedë nuk është shpërthim, por paralajmërim. Një shenjë se diçka po grumbullohet nën sipërfaqe. Dhe shpesh janë pikërisht këto momente të qeta që çojnë më vonë në përplasje të mëdha. Alba, qëndrimi i drejt për drejt. Alba nuk e shmang bisedën. Ajo nuk e mohon. Ajo i nxjerr faktet ashtu siç i sheh. Kjo tregon një karakter që nuk i pëlqen të mbajë gjëra brenda. Ajo flet, por pa britm, pa akuzë, të drejt për drejt. Me ironi të lehtë, por të qartë. Limi, ndjenja e keqleximit. Nga ana tjetër, Limi ndihet i keqlexuar. Ai ndoshta nuk e ka kuptuar se gjestet e Albës kishin një peshë emocionale më të madhe. Dhe kur e kupton, është tashmë vonë, sepse perceptimi i saj është formuar, një pasqyrë për publikun. Ky moment është i rëndësishëm sepse publiku sheh veten në të.
Sa herë ndodh që njëri mendon se po ndihmon, tjetri mendon se po gjykohet, dhe të dy ndihen të pakuptuar. Big Brother Kosova në këtë episod nuk ofroi thjesht dramë. Ofron një pasqyrë të marrëdhënieve njerëzore në kushte presioni. Përfundim, mos më shi shtrembër nuk është kërkesë për favor. Është kërkesë për mirëkuptim. Ti bëra gati rrobat ditën e parë nuk është ankesë. Është kujtesë e një afërsie që po humbet. Mes këtyre dy fjalive qëndron thelbi i shumë konflikteve në Big Brother Kosova. Njerëz që bëjnë përpjekje të sinqerta, por që nuk arrin t'i përkthejnë ato në të njëjtën gjuhë emocionale. Dhe ndoshta mësimi është ky, në një shtëpi ku të gjithë shihen, sfida më e madhe mbetet të kuptohesh drejt.